Bismillahirrahmanirrahim, të nderuar dëgjues dhe shikues, paqja, mirësia dhe begatia e Allahut xhaleshanuhu qoftë mbi ju. Profeti alayhi salatu wassalam, kur fliste për muajin e Ramazanit, na tregon që është muaj i mëshirës, është muaj i dëmshurisë, është muaj i faljes. Ai ndër të tjera thotë që muaji i Ramazanit ndahet në 3 pjesë. 10 ditë që i parë është mëshirë, 10 ditë që i dytë është falje dhe 10 ditë që i fundit është shpëtim nga zjarri i xhehenemit. Pikërisht kjo është tema e ditës së sotme, 10 ditë i fundit të muajit të Ramazanit. Për të folur për këtë temë, kemi të ftuar në podcastin Porta e Mëshirës Muftiun e Kamzës, zotin Islam Hoxha. Mufti, faleminderit për kohën dhe mirë se vini. Faleminderit edhe ju. Atëherë, pa humbur kohë, do doja ta nisja më një herë me pyetjen e parë. A është pikërisht 10 ditë i fundit pra kulmi i Ramazanit, pra siç thotë profeti alayhi salatu wassalam që kalon disa etapa dhe thotë është shpëtim nga zjarri i xhehenemit? Bismillahirrahmanirrahim. Muaji i Ramazanit është muaji i mëshirës, muaji i faljes, muaji i shpëtimit, muaji i begative të panumërta. Pejgamberi jon alayhi salatu wassalam, siç e shpreh edhe ju në fillim të bisedës, ka thënë që fillimi i këtij muaji është mëshirë, mesi i tij është falje dhe fundi i tij është shpëtim nga zjarri i xhenemit, shpëtim nga dënimi i Zotit. Të gjithë besimtarët musliman këtë muaj e agjerojnë me besim dhe me shpresë që do të dalin nga ky muaj të falur dhe të mëshiruar nga Allahu xhelle xhelaluhu. Sigurisht që muaji i Ramazanit është një muaj në të cilin janë gërshetuar shumë adhurime madhështore të Islamit. Siç është namazi, i cili është vazhdimisht obligim për besimtarët musliman, është i veçantë agjerimi, po ashtu është mirë sidomos në këtë muaj që të shtohen veprat e bamirësisë, sidomos dhënia e zakatit, sadaka e fitrit, leximi i Kuranit e tjerë. Kështu që nisur nga kjo, besimtarët musliman mundohen që ta agjerojnë këtë muaj, ta kalojnë këtë muaj, duke i gërshetuar gjitha këto adhurime të cilat janë madhështore dhe shumë të shpërblyeshme tek Allahu xhelle xhelaluhu ditën e gjykimit ku ne do të japim llogarinë e jetës tonë. Sigurisht që 10 ditët e fundit janë 10 ditët finale të muajit Ramazanit. Dhe pejgamberi jon alayhi salatu wasalam, sipas një hadithi që na transmetohet, hyn në itikaf 10 ditët e para të Ramazanit, pastaj qëndron edhe 10 ditë tjera, pas i bën 20 ditë, domethënë në itikaf, del ke çadra ku ishte vendosur në itikaf dhe ju thot sahabeve, ata të cilët ishin në itikaf si puna ime këto ditë, po të kenë dëshirë, le të vazhdojnë edhe 10 ditë tjera. Po të kenë dëshirë, mund dalin nga itikafi, sepse më erdhi Xhebraili alayhis salam dhe më njoftoi se nata e Kadrit është e fshehur në netët teke të 10 ditësh të fundit të muajit të Ramazanit. Për këtë arsye pejgamberi jon alayhis salatu wassalam të gjithë muajin e Ramazanit mundoi ta kalonte domethënë në vetmi në adhurim. Jo vetëm adhurimin e agjerimit të muajit të Ramazanit, por edhe me adhurime tjera. Falja e namazit me xhamat, shtimi i namazve nafile, namazi i teravis, zikri, leximi i Kuranit, edhe vepra të panumërta bamirësie. Siç thonë edhe sahabët, pejgamberi jon alayhi salatu wasalam gjithmonë ka qenë bamirës, ka qenë bujar, por sidomos kur vinte muaji i Ramazanit, ishte si ato errat të cilat sillin bereqet. Dhe ishte domethënë një njeri i cili nuk ndalonte se bëri vepra të mira në të gjitha fushat. Kështu që 10 ditët e fundit të muajit të Ramazanit janë ditët më të rëndësishme ndoshta të këtij muaji, për arsye se, siç e thamë edhe më përpara, aty shpresohet të jetë nata e Kadrit. Dhe nata e Kadrit sigurisht që është një natë e veçantë, e cila është bërë me famë, domethënë, jo vetëm tek muslimanët, por edhe tek të tjerët besimit e tjera, të cilët kanë dëgjuar për vlerën dhe peshën e madhe që ka kjo natë madhështore dhe ka edhe prej atyre të cilët ndoshta agjerojnë ditën para rendës së themi të kësaj nate, me qëllim që edhe ata të profitojnë nga shpërblimet e mëdha të natës Kadrit. Për këtë arsye domethënë, me që është edhe fundi i Ramazanit, me që edhe ai po largohet dhe nga që besimtarët musliman janë të lidhur edhe shpirtërisht, emocionalisht me muajin e Ramazanit, me adhurimet e shumta dhe me lartësimin e tyre shpirtëror, i bën ata që të jenë më të përkushtuar sidomos këto 10 ditët e fundit. Edhe për natën e Kadrit, por edhe për arsye se ata tani më që për 20 ditësh kanë agjeruar, janë unifikuar themi me adhurimin e agjerimit dhe ju duket sikur po ju largohet,
po largohet nga ata një mysafir i shpirtit tyre, i zemrës tyre, me të cilin ata janë mësuar ta ndajnë jetën, ta ndajnë domethënë ditën, po ndajnë edhe natën me të. Për këtë arsye muaji i Ramazanit, sidomos në këto 10 ditë, është shumë i rëndësishëm dhe sugjerohet domethënë nga dietarët që të shtohet më shumë adhurimi, përkushtimi, devotshmëria, veprat e mira, sadakat dhe veprat të cilat me anë të atyre ne inshallah shpresojmë dhe synojmë që t'i afrohemi Allahut xhelle xhelaluhu. Mifti, ju e përmendët pak, por si ndryshon të sjellja e profetit alayhi salatu wassalam në këto ditë? Dhe në fakt ne kur flasim për namazin e natës, sidomos në 10 ditën e fundit, është edhe diçka që tashmë është bërë rutinë edhe në vendin tonë. Namazi i natës me xhamat në teravi, gumzhin xhamit, rrugët, herherë dhe bulevardet, domethënë, sa rëndësishme është kjo? Pra le të themi në aspektin e unifikimit apo bashkimit të besimtarëve, apo shpirtit të adhurimit apo lidhjes së tyre me xhamin. Tani në vendin tonë, kohët e fundit ka filluar që xhamatet të organizohen dhe të falin namazet natë me xhamat. Kjo është ajo që tham më përpara, që ajo dëshira e besimtarëve që të bëjnë sa më shumë vepra të mira dhe të shpërblyeshme tek Allahu xhelle xhelaluhu, i shtyn ata që të braktisin natën xhumin, mes natës, në orën 1 të natës, në 2 të natës apo në orare të ndryshme siç organizohen ata vetë, me qëllim që të kryejnë një adhurim nafile, i cili ndoshta tek Zoti do të ketë shpërblimin e farzit. Sigurisht që ditën e gjykimit, siç thot pejgamberi jon alayhi salatu selam, njeriu ka nevojë që të shpëtojnë nga dënimi i Zotit xhaleshanu atje, qoftë duke dhënë edhe një gjysmë hur me sadaka. Ku flasim për namazin, sidomos namazet e farza apo nafile që janë në këtë muaj, dhe nafilet kanë vlerën e farzit, sigurisht që synimi është që përfitojnë sa më shumë namazet, me qëllim që ditën e gjykimit mos dalin me deficite në aspektin e namazit, i cili është adhurimi kryesor dhe për cilin fillimisht para të do merremi në pyetje. Kështu që ajo dëshira që të ecim në gjurmë të pejgamberit tonë alayhi salatu selam, t'ia kushtojmë gjithë potencialin tonë fizik dhe shpirtëror këtij muaji madhështor, duke ju referuar pejgamberit tonë alayhi salatu selam, bën që edhe besimtarët, si puna jonë, besimtarët e zakonshëm, të sforcohen më shumë, sidomos në këtë muaj, me qëllim që të bëjnë sa më shumë vepra të mira. Sigurisht që është edhe kjo ndjenja se e ardhmja është gajb, është e fshehur dhe askush prej nesh nuk e din se a do ta arrijmë dot Ramazanin tjetër apo jo. Kështu që kjo dëshira që të dalim para Zotit me sa më shumë vepra të mira, i shtyn njerëzit, i shtyn besimtarët që të organizohen dhe të bëjnë vepra më madhështore, më të rëndësishme, më me peshë sipas mendimit tyre, me të cilat ata inshallah shpresojnë që të marrin shpërblimin e Allahut xhelle xhelalu. Edhe pejgamberi jon alayhi salatu selam, po t'i referohemi jetës tij dhe ditëshën e fundit e kishte edhe më të përkushtuar. Prandaj edhe ka ngelur ajo që shumica e atyre besimtarëve të cilët hyjnë në itikaf gjatë muajit Ramazanit, preferojnë shumica e tyre që të hyjnë edhe ditëshën e fundit. Pavarësisht se mund të ketë edhe të tjerë të cilët mund të hyjnë edhe më përpara, sepse nuk kanë ndonjë pengesë të caktuar në lidhje me këtë. Qëllimi është që t'i japin më shumë kohë vetvetes që të lexojnë Kur'an. Pra të harmonizohen me Kur'anin, të profitojnë nga Kur'ani, sepse nuk është se vetëm ne e lexojmë Kur'anin, por edhe Kur'ani na lexon neve. Pra me ndikimin e tij, me klimën e tij, me nurin e tij, me urtësinë, me bukurinë, me rahmetin, me mëshirën e tij, ai deporton në zemrat tona, deporton në shpirtin ton dhe ne përfitojmë nga ai, ndoshta edhe pa kuptuar. Po kështu namazi është momenti më kulminant ku njeriu është më afër Zotit. Plus që është edhe gjatë këtij muaji të begat të agjerimit, kur nga syfiri deri në iftar, agjeruesi është në adhurim. Pra kemi adhurim brenda adhurimit. Pra kemi një grumbull adhurimesh. Edhe heshtja i shkruhet sevap agjeruesit. Edhe e folura mirë i shkruhet sevap dhe shpërblim, shumë fish. Leximi i Kuranit edhe më tepër, siç thot pejgamberi on alayhi salatu selam, nga leximi i Kuranit në ditët e zakonshme, për një shkroj merr 10 sevape, ndërsa në muajin e Ramazanit, sidomos në 10 ditëshin e fundit është me qindra me mira, ndërsa në natën e Kadrit për çdo shkroj që lexon nga Kurani besimtari merr me 10 mira sevape. Prandaj me qëllimin që në këto 10 ditë besimtarët ta arrijnë edhe natën e Kadrit, synojnë që gjatë gjithë natës të qëndrojnë zgjuar. Me lexim Kurani, me namaz, me zikr, me teube,
me istikfar, duke përmendur shpesh fjalën e shahadetit, me qëllim që ata ta kenë pjesë të shpirtit tyre, të zemrës tyre, gjatë gjithë jetës, po edhe në momentet kur do të largohemi nga kjo dunjë, sepse ajo është shënimi që të jetojmë me besim dhe të largohemi nga kjo dunjë, të falur edhe me iman të pranuar, inshallah. Zoti na bëft nasip të gjithëve. Amin. Bazuar dhe në hadithin e profetit alayhi salatu wassalam, në 10 ditën e fundit në netët teke, dhe ju e përmendet pak më parë, ndodhet nata e Kadrit. Nata e Kadrit, për cilën Kurani famullar ka një sure që është në të, është nata le të themi më e mirë se sa 1000 muaj jetë, apo thuaj se 83 vite jetë. Dhe ndoshta kjo është arsyeja që besimtarët e kërkojnë me ngulm që të arrijnë, dhe është edhe një lloj zakoni që edhe ata që nuk agjerojnë gjithë muajin mundohen që natën e Kadrit ta agjerojnë, pra si të përfitojnë prej kësaj. Sa e rëndësishme është për besimtarin, pra kur dikush që nuk e agjeron, le të themi gjithë Ramazanin, e kërkon këtë natë, çfarë duhet bëj agjeruesi i rregullt i Ramazanit? Pra si duhet ta kërkoj natën e Kadrit, me çfarë ngulmi apo me çfarë insistimi? Është hadithi pejgamberit ton alayhi salatu selam lidhe me këtë natë bekuar. Dhe çfarë duhet themi realisht për këtë natë? Është një hadith pejgamberit ton alayhi salatu selam që thotë që kush e arrin, pra e arrin natën e Kadrit, kush e shfrytëzon këtë natë me adhurime, me vepra të mira, me namaz, me teube, me pendim, me tahlil, me tahmid e tjerë, dhe me tekbire të ndryshme, dhe beson në faljen e Zotit, në mëshirën e Zotit, atij i falen gjunat e kaluara. Pra, në këtë moment, pejgamberi jon alayhi salatu selam na fton që brenda një muaji falje dhe mëshire të kërkojmë një natë e cila është e rëndësishme sa një jetë e plot e një njeriu i cili jeton relativisht gjatë. Pra një moshë prej 83 vitesh e disa muaj themi, imagjinoj që një person i tillë të jetë falur, të ketë agjeruar, të ketë bërë vepra të mira, të ketë dhënë sadaka, të gjitha veprat e mira i ka bërë dhe nuk ka fare gjunahe. Pra, kjo është ajo e cila domethënë përfiton njeriu, Allahu alem, Allahu di më së miri, personi i cili synon të arrijë natën e Kadrit. Pra, kjo ndjesi, kjo dëshirë, ky qëllim, kjo objektiv, ky niyet i pastër, i sinqert, që shikohet edhe tek ata të cilët jo se gjithmonë janë praktikantë të fesë islame, i shtyn ata që këtë natë ta kërkojnë me ngulm. Dhe ta përjetojnë si me qenë një ditë bajrami në jetën e tyre të përditshme ose në jetën e tyre të agjerimit themi. Kështu që nata e Kadrit është me të vërtet një natë madhështore, është një natë rahmeti, mëshire, është një natë ku Allahu xhelle xhelaluhu me mëshirën e tij zbret pranë besimtarëve, pranë njerëzve, bashkë me engjëjt, bashkë me Xhibrailin alayhis salam. Dhe mesazhet që sjellin ata tek ne janë vetëm paqe, janë vetëm mirësi, janë rahmet, janë vetëm shpërblim. Duke u nisur nga kjo, edhe ne duhet përpiqemi që ta presim këtë natë siç e meriton ajo natë të pritet, sigurisht duke agjeruar patjetër dhe duke lexuar sa më shumë Kur'an, siç e thamë edhe më përpara, komunikimi me Zotin, një nga format e komunikimit me të është edhe leximi i Kur'anit. Sidomos natën e Kadrit, sepse siç e dim, edhe pejgamberi ton alayhis salatu selam, Kur'ani ka filluar të zbresë në natën e Kadrit, që atëherë ka qenë nata e 17 e muajit të Ramazan. Pra në natën e Kadrit, Kur'ani ka zbritur nga qielli, nga Leuhi Mahfudhi në qiellin Beitul Izze, pra në qiellin e dunjas, dhe nga aty ka vazhduar pjesë duke i zbritur pejgamberit ton alayhis salatu selam në një periudhë kohore prej 23 vitesh. Kështu që Kur'ani është, themi, kryefjala e kësaj nate, themi, të lexojmë sa më shumë Kur'an, sepse është fjala e Allahut xhelle xhanu dhe nuk ka fjalë më të bukur se sa fjala e tij, dhe Allahut xhelle xhanu ne mund t'i afrohemi më shumë se me çdo gjë tjetër me fjalën e tij. Po ashtu edhe me namaz, sepse edhe gjatë namazit ne zaten Kur'an lexojmë dhe duat ndryshme që na vijnë nga pejgamberi jon alayhis salatu selam, nga hadithet e pejgamberit ton alayhis salatu selam, të cilat edhe ato janë pjesë e shpalljes. Kështu që edhe me leximin e Kuranit, edhe me namazet e ndryshme, ne synojmë domethënë që t'i afrohemi Allahut xhelle xhelaluhu dhe mëshirës së tij, sidomos në këtë natë. Thot pejgamberi jon alayhis salatu selam i këshillon sahabët, këshillon edhe Aishën radhiyallahu anha që të bëjë një dua, një lutje, edhe ajo është Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'funi. O Zot, ti je falës, e don faljen, më fal mua, ose na fal neve, mund ta bëjmë në numrin shumës. Kështu që një nga duat më të bukura që mund ta bëjmë ne në këtë natë, përveç pendimit dhe duave të tjera, është edhe kjo dua që na vjen nga pejgamberi jon alayhis salatu selam, që ta kemi si etalon themi, që ta përdorim dhe ta përmendim sa më shumë
gjatë gjithë muajit Ramazan, po sidomos në natën e Kadrit. Inshallah Zoti na i ban kabull, na i pranon agjërimet edhe adhurimet edhe pendimet tona, lutjet tona, gjithë veprat tona të mira inshallah. Amin. Një nga veprat, nga sjelljet që duhet ketë kujdes agjëruesi është edhe sadakaja e fitrit. Mund na flisni pak për dispozitën që ka sadakaja e fitrit dhe rëndësinë që ka që le të themi të kryhet brenda një periudhe të caktuar që është edhe fundi i muajit Ramazanit. Po. Sadaka e fitrit është një sadaka të cilën sipas Ebu Hanifes e ka obligim ta japë çdo musliman. Pra e ka vajib. Dhënia e sadakas sipas Ebu Hanifes është vajib. Por me kush që të plotësoj sasinë e nisabit. Ndërsa 3 shkollat e tjera juridike thonë që nëse një kryefamiljar plotëson nevojat e tija për Bajram themi, një ditore, ushimin dhe pijen, edhe ai e ka obligim që ta japë sadakan e fitrit. Kuptojmë që sadaka e fitrit në të gjitha medhhebet mund të themi që është vajib. Pra është obligativ dhe duhet të jepet. Sadaka e fitrit mund të jepet edhe në fillim të muajit Ramazanit, por është e preferueshme që të jepet nga fundi i saj, ndoshta para Bajramit të fitrit. Për të kryer edhe një nevojë që ka familja, ndoshta për të mbushur një tryezë. Me qëllim që tu shkohet në familjeve në nevojë, sidomos në ato momente ku po afrohet dita e Bajramit, është dita e festës, dita e gëzimit, sigurisht që çdo familje besimtare, muslimane, sidomos ato të cilat kanë nevojë, dëshirojnë edhe ata që në familjet e tyre të kenë disa kushte materiale, domethënë që të kalojnë një Ramazan të gëzuar me fëmijët e tyre, me familjarët e tyre. Kështu që preferohet që të jepet në atë kohë, por brenda Ramazanit mund të jepet në çfarëdo lloj kohe. Është e papëlqyeshme që të ngelet pas Ramazanit. Bile ka mendime që ajo pastaj e humb vlerën e sadakas fitrit, por ngelet një sadaka e thjeshtë dhe ngelet përgjegjësia e mosdhënies së sadakas së fitrit. Kështu që sadaka e fitrit, sidomos në kohët sotme janë lehtësuar edhe përcaktimi i sasisë saj. Kohën e pejgamberit ton alayhis salatu selam ka qenë një sa elb, sepse elbi ishte ushqimi kryesor ose një sa themi hurma arabe, ndërsa në kohët e sotme bëhen për llogaritje tjera, duke ju përshtatur për shembull vendit ku jetojmë, ekonomisë, kushteve që ka ajo shoqëri, ai komunitet aty. Edhe në vendin tonë për shembull çdo vit përcaktohet nga komuniteti musliman sasia e fitrit, për shembull si vjet është përcaktuar 4000 lekë vjetra ose 400 lekë të reja për frymë. Kryefamiljari e ka obligim që t'i japë ato të holla, në formë të hollash, ose edhe në formë ushqimesh. Ndoshta në disa raste është mirë të jepet edhe në formë të hollash, sepse njerëzit blejnë ato gjërat të cilat i kanë më emergjente, më të nevojshme për ta. Duhet t'japë për çdo antar të familjes tij, qofshin këta të vegjël apo të mëdhej. Pra edhe nëse janë themi foshë, nuk kanë hyrë në moshën e pubertetit, apo janë të vjetër në moshë, apo mund të ketë nga ata të cilët nuk kanë agjëruar në familjet e tyre, për secilin prej tyre, pra për çdo antar të familjes, edhe nëse lind themi pak para kohës fitër Bajramit, edhe për atë fëmijë që lind në atë moment duhet jepet domethënë sadaka e fitrit. Kjo tregon rëndësinë e madhe që ka dhënia e fitrit në besimin tonë islam. Sigurisht që dhënia e fitrit, sipas mendimit dietarëve, ka shumë urtësi. Dhe një nga ato është edhe shpagimi në një farë forme nëpërmjet kësaj sadakaje të disa gabimeve, disa gjunave, të cilat i kemi bërë me vetdije apo pa vetdije gjatë periudhës që ne kemi qenë agjërueshëm. Sigurisht që një sasi e tillë modeste që jepet nga ana jonë, nëse bëhen shkak që të plotësohet dhe të perfeksionohet agjërimi jonë i këtij muaji begat, është diçka e cila është një mëshirë tjetër, një ekstra rahmet i Allahut xhelel xhelaluhu për ne, me qëllim që të paraqitemi tek ai me një adhurim madhështor siç është agjërimi i muajit Ramazanit, i pranuar dhe i plotësuar në mënyrën më perfekte, më të mirë, më të bukur të mundshme nga agjëruesi dhe nga besimtari. Mufti, një mesazh të fundit të shkurtër për dëgjuesit tanë. E lutim Zotin e gjithësisë që këtë muaj të begat të Ramazanit të na mundsojë që ta kalojmë me të gjitha mirësitë e mundshme që mund të synohet dhe të dëshirojë një besimtar i sinqert që kërkon kënaqësinë e Allahut xhelel xhelaluhu. Inshallah i madhi Zot, nëpërmjet agjërimit dhe vështirësisë që kalojmë ne gjatë kohës së agjërimit, nuk fitojmë vetëm sevapin e shpërblimin e agjërimit, por inshallah fitojmë edhe afrimin tek Allahu xhelel xhelaluhu, kënaqësinë e tij. Dhe kjo është domethënë synimi më i lartë që mund të ketë njeriu. Ndoshta namazet që falim ne janë të mangëta,
Po i lutemi Zotit që këto namaze që i falim ne, të na i pranojë dhe të na i plotësojë mangësitë e tyre. Ndoshta duat që bëjmë ne, edhe ato janë të mangëta, janë të pamjaftueshme, por inshallah Zoti Xhelel Xhelaluhu, Allahu Xhelel Xhelaluhu, i cili na njeh më mirë ne dhe nevojat tona në donjë dhe në ahiret, na i plotëson dhe na i pranon ashtu siç janë më të mira për ne. Dhe është e rëndësishme që ne, sidomos në këtë muaj, më shumë se sa donjën të kërkojmë për Allahu Xhelel Xhelaluhu ahiretin. Sepse një nga veçoritë e asaj që kërkon besimtari përveç dunjas është edhe ahireti. Por ndoshta në këtë muaj është më mirë që fillimisht kërkojmë ahiretin, pastaj dunjan. E lutim Zotin Xhelel Xhelaluhu që të na i bëjë kabull, të na i pranojë të gjitha adhurimet që bëjmë gjatë këtij muaji të bekuar. Amin inshallah. Mufti, faleminderit. Allahu ju shpëbleft për këshillat tuaja dhe për kohën tuaj. Të nderuar dëgjues dhe shikues, kemi arritur në fundin e këtij emisioni. Elus Allahun Xhelel Xhelaluhu që të pranojë për nesh adhurimet tona dhe gjithashtu të na bëjë nga ata që shpëtojnë nga zjarri i xhehenemit, pra duke qenë se jemi në këtë periudhë të vyer kohore. Miru takofshim në emisionet e radhës.